Atëherë në fizioterapi ne përdorim teknika të ndryshme fizioterapeutike. Gjithmonë edhe me student e spjegoj që pas përfundimit të shkollimit shumë e rëndësishme është avancimi profesional dhe ndjekja trajnime të ndryshme. Në kuadër të avancimit profesional unë kam përfunduar trajnimet për kiropraktik, osteopati, dry needling, janë teknika specifike të cilat e rritin cilësinë e punës. Përveç trajtimeve fizioterapeutike, ne i kemi edhe aparaturat të cilat i përdorim këtu. Është shockwave terapia, një teknikë shumë e sofistikuar, cila përdoret te kalcifikatet e ndryshme, te dhimbjet muskulare. Superinduktive ose magnetoterapin, e cila po ashtu është një pajisje që ka depërtim jashtëzakonisht të thellë dhe është terapi regeneruese. Është tekarterapia, e cila po ashtu është një teknikë shumë e mirë që përçon rrezet në thellësi ose është me termi shumë thellë. Pastaj kemi procedura tjera terapeutike si elektroterapia, akupunktura të cilën e përdorimi po ashtu, dhe sfundi kemi marrë një aparaturë specifike e cila është karrik magnetike ose stimulim magnetik për pelvic floor. Domethënë zona pelvikut është pjesa poshtme në trupin tonë, e cila në këtë karrik bëhet stimulimi direkt i kësaj pjese. Me këtë stimulim arrihet të bëhet kontraksion i asaj zone, ku shumica e njerëzve të cilët rrin ulën gjatë në karrike ose të cilat nuk e aktivizojnë shumë atë zonë, kanë probleme të ndryshme, si probleme me urinim, probleme me prolapse ose probleme të tjera me inkontinencë urinare. Me këtë karrik ne bëjmë stimulimin e kësaj zone, që për 28 minuta arrin të gjenerojë dikon rreth 12.000 kontraksione. Pra 12.000 kontraksione, një njeri normal nuk mund t'i kryejë për dikon rreth 18 vite. Kështu që është një stimulim jashtëzakonisht i mirë dhe është një pajisje të cilën unë e kam sjellë tash dhe është duke treguar rezultat mjaft mirë te pacientët.